ka qenë një vetë dorëzim vullnetar i tij, është për tërësisht në vullnetin e tij të lirë, bile është vonuar pak derisa të rregullonte problemet e veta familjare, pasi ka lënë pas tani që është dorëzuar, ka lënë jashtë gruan dhe dy fëmijët e tij. Kështu që sa rregulloi problemet, ka qenë i vendosur që të dorëzohet në organet e drejtësisë për të treguar pretendimet e tij rreth gjitha akuzave të cilat është njohur vetëm nëpërmjet shtypit, pasi realisht nuk ka pasur asnjë akuzë të ngritur ligjore nga ana e prokurorisë, dhe për të treguar se sa është i përfshirë, nëse është i përfshirë apo jo, dhe të gjitha të tjerat, u vetë dorëzua për të qenë i pranishëm gjatë gjithë hetimeve, për të mbrojtur sa më mirë, për të treguar sa më realisht të vërtetën dhe të përballet edhe me ata që pretendon se realisht po ja përkeqësojnë gjendjen e tij në një kohë që nuk i pranon akuzat të cilat shtypi ka drejtuar ndaj tij. Andoni ka pasur njëje me Julian apo? E vërteta është që ka pasur njëje, po jo të asaj shkalle dhe jo në atë kozgjatje të madhe për cilat nuk e di nëse i ka pretenduar Juliani këto, po them që ato që janë hedhur në shtyp gjatë kësaj kohe, ka pasur një periudhë shumë të gjatë kohe që ata nuk kanë folur, kanë qenë, domethënë, të zënë me njëri tjetrin. Ai ka qenë nën kërcënimin e Julianit për shumë kohë. Këto janë në hollësira që do t'i tregojmë gjatë hetimit. Ka marrë edhe Andoni kërcënime nga Juliani? Kjo histori është një kohë e gjatë. Domethënë, ngjarja për të cilën akuzohet se ka marrë pjesë është gati para 2 vjetëve. Kështu që gjatë gjithë kësaj periudhe, derisa ndodhi zbulimi i autorit të vrasjeve, ka pasur ngjarje të tilla mes tyre, në të cilat Andoni ka qenë i përndjekur nga ana e Julianit. Megjithatë, janë probleme të tjera të cilat tash ai do t'i shpjegojë gjatë hetimit. U dorëzua Andoni, po Genisi pse nuk u dorëzua? Unë jam avokat vetëm i Andonit, nuk kam asnjë dieni nëse ata shkojnë me njëri tjetër, nëse jo, përveç mbi emrit nuk di lidhje të tjera sot.